Qyteti i përndritur. Por sa hapi derën dhe vuri këmbën brenda. Gjoksi ju qel si një dritare që hapet për herë të parë ndaj dritës së mëngjesit. E përshkoj një ndesi e panjohur, si një rrym hynore që i përshkoj trupin nga maja e flokëve deri në themra. Qëndroj për disa qaste i ngrirë, i përhumbur, i nemitur, si i humbur në një botë të pamatshme për nga drita dhe paqja që e mbulonte. Vështrimi i tij bredhte si një zog i hutuar, sa në të djathtë e sa në të majtë, herë poshtë e herë lart, duke mos ju besuar syve, as veshve e as mendjes. Filloi t'i prekte gjërat rreth tij, me duar që dridheshin lehtë nga nderimi dhe mosbesimi. Në ato qaste të mbushura me dritë hynore, shqisa e të prekurit u bë më e besueshme se pamja e dëgjimi, sepse duart e tij ndjenin një realitet që mendja ende se kishte përqafuar. Në mesin e asaj madhështie, ai u mahnit, jo nga stolit apo hieshit arkitektonike, por nga vet ideja se ishte brenda një ndërtese të ndërtuar me duart e të dërguarit e Zotit. Në çdo cep të saj ndjente frymën e tij, si një parfum i pashtershëm që zvenitet kurrë. Ishte aty, në advent të ndritshëm, ku kishte ecur rënë në sejdë, këshilluar e qeshur i dërguari i mëshirës. Ai që errësirën e ignorancës e zëvendësoi me dritën e diturisë, që shpërndau paqe në zemra të mbuluara nga errësira e zemërimit. Genci e ndijente, sikur ecjet, frymarrjet, për uljet e profetit ishin ende të freskëta, të ngulitura në atë dhe që ruante gjurmët e tij si relikje të gjalla. Dhe ndoshta, fiks në vendin ku qëndronte ai, dikur kishte qëndruar profeti, njeriu që Zoti e zgjodhi si pikë takimi mes qiellit dhe tokës. I përhumbur nga kjo madhështi, Genci u përkul me ballin në tokë. Aty nisi një lutje që s'kishte fjalë, veç lot dhe dridhje. Por sa balli i tij preku tokën e Medinës, shpërtheu në një të qarë me dënesa që vinin prej thellësisë së shpirtit. Sikur po shkrihej në çdo molekul të tokës, së shejt. Lotët nuk i ndalonte dot, e përsëriste pa ndalur me zë të lartë: Faleminderit, o Zot, faleminderit që më solle këtu. U ngrit duke ndjer veten më të lehtë se kurrë. Nisi hapat drejt varrit të njeriut më të dashur për gjithë njerëzimin, trupit më të çmuar që ka prekur ndonjëherë dheun. Zëri i dridhej, buzët i dridheshin, e lotët rrëshqisnin si pranvere çliruar pas dimrit të gjatë. Deshi të thoshte: Paqe mbi ty, o profet, por goja nuk i bindej. Çdo herë që përpiqej, i shpërthente e qara. E kreu atë takim, atë përqafim të heshtur me të dërguarin e Zotit. Pastaj, në oborrin e xhamisë së profetit, u ul e nisi të imagjinonte. E shite me syrin e shpirtit se si jepej besa, si ndaheshin hurmat, si përqafoheshin zemrat në hijen e mëshirës profetike. Aty, në zemrën e Medinës, Genci ndjeu se më në fund kishte mbërritur në origjinën e shpirtit të tij. Genci kishte lexuar shumë para se të nisej për në qytetin e ndritur. Një fakt që e la pa fjalë ishte ai që kishte lexuar më parë. Studiuesit kanë zbuluar se qyteti i Medinës ndodhet mbi një formacion gjeologjik të quajtur mburojë vulkanike, një prej zonave më të mëdha të lavës vulkanike në botë, me një histori shpërthimesh që shkakton deri në 1256. Ajo që është mahnitse është se Medinës
i është kursyer çdo dëm i madh nga këto shpërthime, si një mbrojtje hyjnore mbi qytetin që strehoi profetin. Veç shkencëtarët kanë pranuar se kjo zonë është e rrezikshme nga ana natyrore, por kur nuk ka pasur katastrofa që do të ishin të pritshme për një qytet që qëndron mbi vulkan. A thua, dora e Zotit e ka mbuluar me mëshirë këtë qytet? Genci këtë mendoi thellë, dhe mendja e zemra ju përkulën përpara këtij realiteti. Ai nuk ishte thjesht një qytet historik, ishte në një mrekulli të gjallë, mendoi Genci dhe ngriti duart nga qielli, duke falendëruar Zotin që qytetin e përndritur e ruan nga katastrofat dhe sëmundjet e mëdha.